Dhe në këtë moment edhe një frazë, një shikim, sidomos i familjarëve të tu, mund të shtyp për të përdorur. Nëse ke vendosur të lësh kokainën, duhet të dish janë dy hapa shumë të rëndësishëm që duhet i përballosh. E para janë ditët e para, kur je i pastër, të gjitha momentet që dëshiron të përdorësh, të gjitha ato vendet ose njerëzit që të shtyjnë më shumë për të përdorur. Kjo është njëra vështirësi, por unë e quaj më të voglën. Vështirësia tjetër është kur ke goxha ditë që rri pastër dhe përballohesh me gabimet që ke bërë, me të kaluarën tënde, me gjërat që nuk i fal vetes, ato që më përpara e dënoje veten. Kjo për mendimin tim është faza më e vështirë, sepse përballohesh me të vërtetën, me realitetin, dhe në këtë moment edhe një frazë, një shikim, sidomos i familjarëve të tu, mund të shtyp për të përdorur. Kështu që kjo është faza që për mendimin tim dhe për eksperiencën time që kam duhet të jesh më i fortë. Duhet të përballohesh, duhet të caktosh objektivat e tua, duhet të fillosh të imagjinosh veten tënde se kush dëshiron të jesh duke ndetur i pastër, sepse gjatë përdorimit ke dëmtuar shumë veten, ke dëmtuar familjen, ke dëmtuar karrierën, biznesin, anën ekonomike, kështu që të duhet një forcë shumë e madhe për të përballuar me këtë realitet. Mirë po vetëm ti mundet ta përmirësosh, duke mos pritur që të ndryshojë asgjë nga jashtë, por duke u përqendruar te cilësitë e tua të mira që ke. Nëse nuk ja del dot vet, kërkon ndihmë. Rri pastër dhe kujdesu për veten.